Diaspora shqiptare nuk përfaqëson thjesht një bashkësi qytetarësh që jetojnë jashtë vendit, por një faktor me ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimet ekonomike dhe shoqërore të Shqipërisë. Sipas vlerësimeve të Instat për vitin 2025, rreth 2.2 milion shtetas shqiptar jetojnë jashtë territorit të vendit, çka përbën afërsisht 49% të numrit të përgjithshëm të shtetasve shqiptar. Ky tregues nxjerr në pas se një pjesë shumë e madhe e kapitalit njerëzor të vendit tonë është e përqendruar jashtë kufive të tij. Brenda këtij numri, rreth 77% i përkasin grup moshës 15 deri në 64 vjeç. Brenda kësaj kategorie, bërthama më e madhe është e moshat 25-29, 30-34 dhe 35 deri në 39 vjeç. Grup mosha më e madhe në diasporë rezulton ajo 30 deri në 34 vjeç me 234.000 individ, ose rreth 10.4% e totalit. Pastaj vin grup mosha 35 deri në 39 vjeç me 224.000 individ. Në total, shqiptarët e diasporës të moshës 25 deri në 44 vjeç arrin në 880.000 persona, ose afërsisht 40% e gjithë diasporës. Kjo do thotë se 4 në 10 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit janë në fazën më aktive të jetës profesionale dhe familjare. Një tjetër tregues me peshë është dhe prania e lartë e fëmijëve dhe të rinjve. Grup mosha 0 deri në 14 vjeç përfshin rreth 339.000 individë ose rreth 17.7% të totalit, duke treguar se diaspora nuk përbëhet vetëm nga imigrantë të brezit të parë, por edhe nga familje të krijuara jashtë vendit. Pjesa më e madhe e diasporës shqiptare përbëhet nga meshkujt, por në grup moshat më të avancuara vjet të rej një prani më e lartë e femrave. Të dhënat tregojnë se nga mosha 70 vjeç e lart, numri grave tej kalon ato të burrave.